Përshëndetje, hoxha, ka mundësi me sqaru sa ditë ka muaji Ramazanit, sepse thot kur fole me familjen time në Kosovë, ata kanë thënë deri me 29, ndërsa pra në Francë që ka deri me 30 mars. Përshëndetje, atëherë muaji Ramazanit pra është ose 29 ose 30 ditë, sipas kalendarit hënor. Kështu që nuk është çështje për të shqetësuar, nëse ti jeton në Kosovë, atëherë, përderisa në Kosovë është 29 ditë, ti do të agjërosh 29 ditë. Do të agjërosh me besimtarët në Kosovë. Ndërsa, nëse ti jeton në Francë dhe ke filluar pra agjërimin atje në Francë me besimtarët e Francës, atëherë edhe Bajramin do ta bësh bashkë me besimtarët e Francës kur ata e bëjnë. Kështu që nuk ke pse shqetësohesh, dhe për këtë patjetër ka argument prej profetit alayhi as-salatu was-salam.